sot me 12 qershor, pas shiut kemi ardhur këto ora i përkosin fshatit Krushër vogël. Po në edhe pjesa e hasit këndej ora, ka qenë në monti si fëmi, ka pas punëtor të Korvinëm, dathën nishëm me lopë. I konë do thara shumë të këqija, i quanim tharat e gomarit. Me bo me metën tonë problem ka qenë me dalë. Kjo është shalqinja apo bastoni i drejton Dorokut, ka marrë këtë arë me qiro. Zakonisht tash në çmim 1 hektar me marrë me qiro, kjo treve përdor termin qesim. I thënë me qesim, për 1 vit 6 euro arin. Ka pjesa Rogovës, kur kanë punu Krushjont, kanë marrë ma shtrajt, dhe 20 marka shkonte 1 ari. Tash 1 hektar, ti kimi adhan 600 euro personit. Duhet me punua arën me nxarë prodhimin në fund mja da qira. Njëjtë është si banese që paguhen me qira. Vështia është sa i vështirë është. Por ka qenë edhe sistemi anti-brejshën. Kanë qenë disa pike në Kosovë, ku në rast rreziku për brejshën i shpërndanin rejt me raket Hells. Sirën aerore sot dhe ka këforja dhe s'pi lejon raketet, mirë po kjo është keq për bujsh. Driton, a beshe sa ka ndryshu klima? Dje ke mbi 30 gradë, sot 10 gradë, 12. Jo, 10 nuk është, mësë qoftë në thokë, që e veri që po frimë, kësë është i mirë për baston hiq. Melonin e zi e pas ka lastikon. Është orët i bëjnë to prodhimet mirë, drejton, ha? Po e kleven pak më të toshë, në po mirë. Ja, a inshallah shitet si vjetë. Janë zërë parë. 6 euro e ki për orë, ja? 600 euro në fund vitit, mja dhonë. Për hektar. Shis pas ka ra, pak. Ka nevoj shumë toka për shis. Thatë e matë ka qenë. Në pjesa hosit për ndryshe atje, është edhe drini, ku u lanim si fmi. Asha pas e arrat këshia të nej. Dhe gruri veç është duke objek. Si të bëhet korriti veç. Ja, fillojnë korrat. Do është kagëj. Asfalt që përdon. Tash po shkojmë deri në dritë vartë, ja bëjmë një vizit me se erdhëm. Ta shojmë bakas edhe drinin. Me kujtu kohët e vjetra. E këtu që ka asfaltën, ha? Ta rezervojmë vendin për mulla, që jo mbetërina për kajnë ozë. Këtu tash këtë zejet moti i pinë fëmije, në është vendin për shtatëshën. Dale qëtu se për na zatit ku. Se është i poshtë. Pesa i poshtë ka qenë me një kohë, më s'kojnë drinit pinë e muj. Dhe që qelim pak. Ja, këtu bërë mi për mua fëmijen. Apo hinë zijen aj peshk. Ha? Po, ha? A është sezona e gjujtjes peshkimit a ma vonë? Ku më vakti? Që tash me gjujt në vërë. Po, a është në sezon, se edhe gjuetia ka me sezon. Kur duhet e, kur s'duhet e, kur shumohen peshqit e. Dje, që së ardhëm dje marë bëri mulo? Sot shtoft.
I dëllën dyshet. Së ndalën të fletëro. Ka nërë. Drini është mbush me bagati në kohën e drekës. Pasi çdo familje ka mbajt bagati. Edhe pushimin e drekës e kem kalu në Drin ku jem la, zakonisht kem zonë peshk. Një përna e kem me dorë kem zonë peshk. Një zanat i vjetër që disa të krushës ende e praktikojnë, është një grup i Agim Malsorit e Berotit Vllaut. Dikush ka zonë me grep, vinin për i qytetit ata Maraklit. E kështu, gjanat kanë ndryshu. Në atë pjesën andej dilnëm shtaga me prej për bakti. Ka pas pem për i përdardha shkonëm lartë. Lejt e zymi atje. E keqja jonë që mbetorina dhe vetëm mbetorina, ka do që shkon. Këto nuk kanë qenë për para. Këto s'kanë qenë, plastika pak ka egzistu. S'ki pas. Sot është plot plastik që i duhet vite për më tretës. E sa bërlokës. Qa ki gjithë mëra? Një në dy. Përdor veshje reflektuese gjatë natës. Ku që nga vend e mjë mu lo, po që kanë ardha dhe këtu kanë kohë. Dhe është mërë shumë. Lëllku që ende pas ka i, kur kanë qenë me 22 prill si vjetë. Ta është gati dollën në asfalt. Opa, mushi s'ta është dhejton. Ecim për para, në përloq, në parara, që po të të curi. Sori Gjakovës. E qenë në vendin e Gjorjes. E nali për mërgjimtarin. E do mës që ka mërgjimtarve që pas ka marrë kërën djallit. Sheki, jo muq. E kërëshet rogët këtu. Kjo rrugë ka pas nevoj shumë që një traktore blokon. Është e stërngarkuar, plus këtë vinë mërgjimtarët, bëhet kolon katastrofë. Për e thonë duhet ose mos zgjeruar se autostrada Dugagjinit. Se s'ka shans me pastru këto në këtë kohë. U përbëleje ka. Kipe me në bantu. Kjo e me shka është në kashë. Koshi i prop, ha? Ja, kaloj. Kaloj, ja. Po karobre. Shojmë në gardu i fushës. Maqin për me fryje bleu e bletën në Rogov.